Në një kohë kur teknologjia zë një pjesë të madhe të përditshmërisë sonë, libri vazhdon të mbetet një burim i pazëvendësueshëm i dijes. Biblioteka e qytetit të Vitisë Ramadan Musliu është një nga institucionet që ruan dhe promovon kulturën e leximit, duke ofruar mirë atituj për lexuesit e të gjitha moshave. Fondi saj librar është i organizuar në sektorin për të rritur dhe atë për fëmijë, ku lexuesit mund të gjenë romane, libra shkencor, botime edukative, si dhe literaturë të larmishme për grup mosha të ndryshme. Për momentin jemi në hapësirat e Bibliotekës Publike Komunale Ramadan Musliu në Viti. Emrimi me emrin e Ramadan Musliut është bërë nga viti 2021 pas vdekjes së një prej autorëve kritikëve më të mëdhej të letërsisë kombëtare në nivel të Republikës së Kosovës. Jemi në hapësirë në sektorin për të rritur, ku në këtë hapësirë përveç shfrytëzimit të pjesës e literaturës, shërben edhe gjatë studimeve, studentë ndryshëm vinë këtu për të lexuar e për të përgatitur për provime. Kodër këtyre hapësirave është edhe sektori për të vegjelit dhe natyrisht janë edhe dy paralele tona në fshatin Pozhëran dhe në fshatin Slatin e Epërme. Sigurisht, numri i titujve është i lartë dhe sa i plotson ndoshta edhe kërkesat e vet atyre lexuesve të cilët i drejtohen këtyre hapësirave të bibliotekës. Po, vetëm tek sektori për të rritur në kuadër të Bibliotekës Publike Ramadan Musliu janë diku 5.000 tituj me rreth 13.000 ekzemplar dhe jemi përkujdesur që brenda hapësirës e kapaciteteve tona nga viti në vit ta shtojmë pjesën e literaturës dhe në mënyrë që të përgjigjemi sa më mirë nevojave të lexuesve. Sigurisht, këto hapësira janë më të shfrytzuara ndoshta gjatë asaj kohës kur edhe fillon mësimi, mirë po edhe gjatë sezonit tashmë të verës, dyert e bibliotekës janë të hapura. Sa presim ndoshta gjatë këtyre ditëve të ketë lexues dhe më interesonte kjo pjesa e bashkëdhetarëve të cilët në vinë në vendin tonë. Sa ka edhe kërkesa të tilla ndoshta që vinë e kërkojnë një libër, një titull, mund ta shfrytëzojnë ata edhe në shtëpi apo e lexojnë këto hapësira, si funksionon? Vlen të theksohet që Biblioteka Ramadan Musliu është në mesin e pak biblioteka ose mund të themi ndoshta lirisht e vetmja në nivel të Republikës Kosovës që antarësimi është krejtësisht falas. Kjo është bërë me qëllimin e vetëm që të kemi sa më shumë lexues, që kërkesa të rritet sa më shumë. Natyrisht fokusi dhe frekuentimi më i madh është gjatë kohës së provimeve kur kanë studentët, sepse thasha më parë shfrytëzohet edhe për literaturë, por edhe si sallë e leximit, por edhe në kohë tjera ka kërkesa, edhe nga bashkëdhetarët ka, ne me qëllim që ta promovojmë edhe ta bëjmë, ta lidhim rgatën sa më shumë me librin, edhe gjatë aktiviteteve të diasporës kemi organizuar një aktivitet dyert e hapura të bibliotekës. Fokusi ka qenë tek të rinjët tanë, cilët jetojnë në rgatë, një që përsa afërmi të njihen me këtë pjesë të bibliotekës, por kemi bashkëpunim edhe me autor të mërgatës, cilët gjatë kohës verës bëjmë promovimet e ndryshme të librave të tyre, por një gjë që duhet ta theksojmë edhe cila është nivel të përgjithshëm jo vetëm bibliotekave, por edhe krejt Republikës Kosovës, dashuria për librin e për leximin po bie. Kjo fatkeqësisht sepse bota internetit e teknologjia në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër e ka evituar paksa këtë mundësi dhe njerëzit tash po shfletojnë e po i gjejnë burimet e tyre përmes internetit e jo përmes librit, por nuk ka, gjeresh më me thonë që nuk ka asgjë që zëvendëson librin, e padyshim libri është miku më i mirë i njeriut, prandaj shfrytëzorasin që të stoj veçanërisht rinjët që ta shtojnë dashnin për librin, sepse vetëm në këtë mënyrë do të arrisin me aftësinë e mendimin e tyre kritik, por edhe do të njihen me botime e libra të ndryshëm. Sipas drejtorit të Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport në komunën e Vitisë, Valmir Sahiti, një rëndësi e veçantë i kushtohet edhe qasjes së barabartë në lexim. Sipas tij, biblioteka disponon edhe libra në alfabetin Braille, të dedikuar për personat e verbër dhe personat me dëmtime në shikim, duke mundësuar që edhe ata të kenë qasje në botën e librit dhe të dijes. Ka libra, sidomos në gjuhën angleze, përveç gjuhës shqipe, ka pak edhe në gjuhën gjermane. Vlen të theksohet që nga viti i kaluar kemi bërë një fond edhe për personat e verbër me alfabetin Braille,
që ka qenë një mungesë në kuadër kësaj biblioteke, por në bashkëpunim me Institutin Albanologjik dhe Ministrinë e Kulturës jemi furnizuar me një fond librar që i përgjigjet kësaj kategorie jashtëzakonisht veçante shumë të çmuar shoqërisë sonë. Përveç sallës e leximit për të rritur që ishim tek pjesa lart, këtu jemi tek salla e leximit për fëmijë, që sigurisht edhe këtu ka një numër të titujve të shumë, të cilët të vegjëlet kanë mundësinë të vinë dhe të lexojnë, edhe ka hapësira ku ata mund të zhvillojnë aktivitete të ndryshme. Po, për momentin gjendemi tek pjesa sektori për të vegjëlit, ku zakonisht frekuentohen nga të vegjël, por nga fëmijë të komunës së Vitisë, kryesisht i përgjigjen moshave deri në klasë të 8 të 9, përveç hapësirës ku është për shfrytëzimin e librave dhe literaturës së ndryshme, është edhe këndi për fëmijë, i cili shërben që fëmijët, sidomos fëmijët e qytetit, për shkak që kanë mundësinë të vinë më lehtë në bibliotekë, gjitha punimet e tyre në grupe që i kanë, vinë këtu bashkë me shokët e shoqet e tyre për t'i bërë, dhe gjatë ditës është kohë një gjallëri dhe natyrisht një kënaqësi për t'i parë duke punuar e duke diskutuar mes vete. Në këtë formë ndoshta asaj pjesës teknologjisë të cilat e përmendët më herët, edhe mund të ikun edhe sigurisht të diskutojnë rreth asaj se çfarë lexojnë dhe të zhvillojnë mendimin kritik dhe atë përvojën ndoshta nëse lexojnë një titull tjetër, një titull tjetër dhe e nxisin ndoshta që të lexojnë edhe një libër me tutje. Po, padyshim qëllimi është që t'i sjellim sa më afër bibliotekës, sa më afër librit, dhe ardha e tyre këtu është i krijuar një gjallëri të jashtëzakonshme, një kolorit jashtëzakonisht bukur hapësirave të bibliotekës qytetit, dhe diskutimet mes veti vërtet është kënaqësi t'i shohësh. E thatë që në bibliotekën e Vitisë gjithçka është falas. Dhe duhet të di edhe tek pjesa e orarit, në mënyrë ndoshta që ata të cilët ende nuk e kanë frekuentuar këto hapësira të bibliotekës, qoftë për të rritur apo për të vegjëlit, të kenë idenë se në çfarë orare mund të vinë në bibliotekë. Po, Biblioteka Publike Ramadan Musliu i hap dyert çdo ditë pune në ora 8 mëngjesit dhe orari përfundon në ora 16. Natyrisht, për të qenë sa më afër lexuesit në vazhdimsi edhe me shkollat e qytetit, po me drejtorinë e arsimit, kemi zhvilluar dhe fushata vetësuese në shkollat e komunës Vitisë, në mënyrë që t'u tregojmë gjithçka rreth bibliotekës, rreth mundësisë për të qenë anëtare kësaj biblioteke pas një pagesë dhe natyrisht edhe për të ulur kostën, sepse gjitha literatura që nevojitën për shkolla janë këtu dhe prindërit nuk kanë nevojë që lektyrat dhe librat t'i blenë në për librari të ndryshme, por t'i marrin këto në shfrytëzim dhe t'i kthejnë me pas e t'i kryejnë shërbimet që ju duhen fëmijëve të tyre. Me një fond të pasur librash dhe përkushtim ndaj lexuesve, Biblioteka Qytetit të Vitisë mbetet një adresë e rëndësishme për dijen, edukimin dhe promovimin e kulturës së leximit.